Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizionia, ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 16 qershor dhe ne kemi përgatitur për ju disa materiale që lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që të ndiqni. Gjashtëmbëdhjetë qershor. Ngjarje 1567. Mary, mbretëresha e skocezëve, burgoset në kështjellën e Lochvelen. 1779. Duke i dalë në ndihmë SBA-s, Spanja i shpall luftë Anglisë. 1784. Holanda ndalon veshjet portokalli. 1858. Presidenti i famshëm amerikan Abraham Lincoln, i cili e shpëtoi SBA-n nga ndarja, ka thënë: "Një shtëpi e ndarë brenda vetes nuk mund të qëndrojë në këmbë." 1881. Austro-Hungaria dhe Serbia nënshkruajnë marrëveshje ushtarake. 1913. Parlamenti i Afrikës së Jugut u andaloi me ligj zezakëve dhe jenë pronar të tokave. Lindje 1612. Lindi Murati i IV, Sultan Osman. 1723. Lindi Adam Smith, babai i ekonomisë politike. 1858. Lindi Gustavi Pest, mbret suedez. 1863. Lindi Paul Vidal, kompozitor francez. 1867. Lindi Konstantin de Belmont, shkrimtar sovjetik. 1890. Lindi Stan Laurel, aktor i famshëm komik britanik dhe gjysma e dyshës së famshme Laurel Hardy. 1952. Lindi Gino Vanelli, këngëtar kanadez. 1978. Lindi Daniel Brühl, aktor gjerman. 1980. Lindi Sibel Kekilli, aktore gjermane me perardhje turke. Për sot kemi përgatitur biografinë e Luigi Gurakuqit, një shkrimtar dhe politikan shqiptar. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Luigi Gurakuqi lindi në Shkodër 20 shkurt 1879, vdiq në Bari 2 mars 1925, që e veprimtar i çështjes kombëtare, radhitës në nënshkrues i dokumentit të shpalljes së pavarësisë, njëri i letrave, arsimtar dhe personazh i politikës shqiptare, çerekun e parë të shekullit të 20. Është një nga personalitetet më të shquara të lëvizjes son kombëtare, arsimore kulturore, në fundin e rilindjes kombëtare dhe të fillimeve të pavarësisë, duke përjetuar ngjarjet kulmore të jetës së vendit në çerekun e parë të shekullit tonë, në shumicën e të cilave në mos organizator që pjesëmarrës i drejt për drejt. Kur ishte 20 vjeç, bë pjesë e shoqërisë Bashkimi të Abadoçit, ku ishte i vetmi antar civil. Gatresën e parë me autoritetet turke e pati në 1904. Për këtë shkak në 1905 u shtrëngua me marmalet të shpëtuar ndjekjeve. Më 1907 ka qenë sekretar i Don Alandro Kastriotit, pretendent i fronit shqiptar. Me shpalljen e kushtetutës në korrik 1908 u kthye në vendlindje, u rrijetin u dha dhe një amnisti, u bë pjesë e klubit Grua Shqipe, ku vepronin Logoreci, Marubi dhe Riza Dani. Në nëntor mori pjesë në kongresin e Manastirit, ku zgjodh nënkryetar dhe antar i komisionit për njësimin e alfabetit. Bashkë me Fishtën ishte përfaqësues i Bashkimit. Me Logorecin kishte mandat të përfaqësonin inteligjencën shkodrane. Gjithashtu vet Luigi kishte mandat të përfaqësonte arbreshët e Italisë, shkroi alfabetet e miratuara nga Kongresi i Manastirit dhe i zbuloi para delegatëve. Në tetor të 1909-s u emërua drejtori normales që u hap në Elbasan, ku ndihmoi për vënien e arsimit mbi baza kombëtare. U krijua përvoja e parë e ngritjes së administratës arsimore shqiptare. U hartuan dokumentat e parashkollore. U ngrit një sistem i tërë i përgatitjes dhe i kualifikimit të mësuesve. Detyrohet me ik prej Elbasanit me Akif Pashi Elbasanit. Në prill 1911
zhvilloi një veprimtari të dendur për organizimin e kryengritjes së përgjithshme, duke qenë i pranishëm në Toskëri dhe më vonë edhe pranë krerëve të Kosovës. Shoqëroi Ismail Qemalin në mbledhjen e Bukureshtit dhe mëtej në Vjenë, me vaporin e dhënë nga austro-hungarezët zbritën në Durrës më 24 nëntor në orën 4 pasdite. U nisën të nesërme me 25, një natë vjetër në Qerë tek Dervish Bey Biçakçiu dhe një natë në Fier tek Omer Bash Virioni. Në Vlorë më rritën me 27 nëntor në darkë. Pas triumfit të legalitetit shkoi në Itali më 7 janar 1925, përfaqësuesi sovjetik në Vjenë dhe emëronte zëvendëskomisarin të punëve të jashtme Litvinov se Gurakuqi ishte dakord për bashkimin në një front opozitar me ndihmën e tyre. Çka më vonë do të ishte Konareja. Qeveria Noli akuzoi për grabitjen e thesarit të shtetit, por Gurakuqi ngarkoi Xhemal Bek Bushadin t'i dorëzonte Shefqet Dibrës, inspektori financave i dërguar nga qeveria Zogut të paprekur arkën e shtetit. Mbrëmjen e 2 marsit 1925, në restorantin në Hotel Cavour, Gurakuqi po darkonte me 2 miq të tij dhe gruan e njërit prej tyre, Riza Dani, me bashkëshorten Makbule dhe vëllai i tij Dan Hasani. Kërkoi leje prej tyre duke i thënë, do të shkoj tek Sotiri, mbasi kanë premtuar një kukull vajzës të tij. Duke dalur nga restoranti i hotelit, u pa me Balto Stamollën, i cili i zbrazi 3 plumba. Në xhepat e shqyrë të ish-ministrit të financave, policia italiane gjeti vetën 350 lira. Questura lajmëroi koloninë shqiptare që ceremonia nuk mund të zhvillohej në qytet, por vetëm brenda mureve të Varrezës. Drejt barit rendën refugjat shqiptar për gjithçka. U mbajtën fjalime prej bashkëshortes së Sotir Gjikës, zonjës Lili Kuarta, miku i tij Hasan Prishtina, mbi varrin e tij do të shprehej: "Flej qetë Gurakuq, shpagën tënde do ta marri me përparimin e Shqipërisë." Në çastet e përgatitjes së varrimit, miku i tij i afërt, Gurakuqit, John Kamsi, ruajti veshin me të cilat ishte veshur kur u vra. Në 27 nëntor 1957, qeveria komuniste, që në dukje mbështeste lëvizjet e qershorit, solli në Shkodër eshtrat e tij, të cilat u rivarrosën në varrezat e dëshmorëve. Regjimi komunist i dha titullin Heroi i Popullit. Në vitin 1930 u shpërblye me çmimin Nobel në Irlandën e kimisë për punën e tij që ka bërë mbi ndërtimin strukturor të gjakut dhe të substancave të ngjyrave të pimëve, si dhe për sintezën e hemit. Hans Fischer lindi më 27 korrik të vitit 1881 në Lumin në Gjermani. Babai i tij ishte doktor Eugen Fischer, drejtori i një firme, ndërsa nëna e tij ishte Anna Herdegen. Ai shkoi në një shkollë fillore në Stuttgart dhe më vonë në një shkollë gramatikore me tekst të klasikët në vitin 1899. Ai lexoi kimi dhe mjekësi njëkohësisht, fillimisht në Universitetin e Lozanës dhe më pas në Marburg. Ai mori diplomën e tij të kimisë në udhëheqjen e Zing në Marburg në vitin 1904. 2 vjet më vonë, në vitin 1906, atij u dha një licencë për mjekësinë në Munich. Në vitin 1908, ai u kualifikua për doktoraturën e tij në drejtimin e von Muller, gjithashtu në Munich. Fischer i kaloi vitet e para të punës së tij në klinikën e dytë mjekësore në Munich dhe në Institutin e Parë Kimik të Berlinit. Ai u kthye në Munich në vitin 1911 dhe u kualifikua si lektor i mjekësisë së brendshme një vit më vonë. Në vitin 1913, ai u emërua pas ardhës si Weinland në Institutin Fiziologjik në Munich, ku bë lektor i fiziologjisë. Ndërkohë në vitin 1916, ai ndoqi ftesën në Universitetin e Innsbruckut për të pasuar Windows si profesor i kimisë mjekësore. Preandej shkoi në Universitetin e Vienës në vitin 1918. Nga prilli i vitit 1921 deri në vdekjen e tij, ai mbajti postin e profesorit të kimisë organike në Munich. Puna shkencore e Fischerit ishte kryesisht e lidhur me hetimet e vetive përbërësve të pigmenteve në gjak, pilare dhe gjithashtu gjeteve, si dhe në kiminë e pirolit. Arsyeja kryesore për hetimin e fundit ishte sinteza e këtyre pigmenteve natyrale pirol. Rëndësi të veçantë kishte dhe sinteza e bilirubinës. Një njohje e punës
së tij në këtë fushë. Titulli i një këshilltari të fshehtë ju dha Hans Fischer në vitin 1925 dhe në vitin 1929 ju dha medalja përkujtimore Liebig. Ndërkohë Universiteti i Harvardit i dha atij titullin doktor deri në vitin 1936. Ai gjithashtu mori dhe medaljen Devi në vitin 1937. Fischer mori nderime të mëdha nga të gjithë. Çmimi Nobel në vitin 1930 për punën e tij në kiminë e pirolit dhe sintezën e hemit. Në vitin 1935, profesor Fischer u martua me Richard Hauff dhe ndërkohë ka ndruar jetë më 31 mars të vitit 1945 në Munich. Vjoj me rubrikën e dhe shëndeti, ju ftoj të ndiqni materialet e përgatitura. Fruti që kam përzgjedhur për sot janë thanat. Thana në sajt të përbërësve të saj ka gjetur një përdorim të gjerë në mjekësinë alternative. Fruti i thanës përmban antioksidant me veti shëruese kundër kancerit, diabetit, ulcerës, kolitit e të tjerë. Kokrat e thanës kanë një shije paksa të hidhur, por janë të pasura me shumë vlera ushqyese. Ato përmbajnë rreth 9% acide organike, vitamin C. Gjethet lëndërvorja e thanës përmbajnë rreth 10 deri në 15% tanin. Frutat e thanës kanë veti të mira pasi eliminojnë kilogramët e tepërta. 100 vitet e fundit thana po vlerësohet se ka ngjallur interes në shtetet e zhvilluara. Thana është një objekt studimi edhe i mjekësisë bashkëkohore. Studimet në mjekësinë moderne kanë vërtetuar se frutat dhe vaji nxjerrë nga farërat janë të dobishme për shërimin dhe rigjenerimin e indeve epidermike të dëmtuara të brendshme dhe të jashtme. Gjithashtu kanë veti për të shëruar plagë të ndryshme, ulcerën e stomakut dhe kolitit. Fruti i thanës përmban antioksidant me veti shëruese, antiinflamatore, kundër kancerit dhe diabetit. Kokrat e thanës kanë një shije paksa të hidhur, por janë të pasura me shumë vlera ushqyese. Ato përmbajnë rreth 9% sheqer, acide organike dhe vitamin C. Është një nga frutat me vlera më të larta kundër plakjes. Po ashtu, për shkak të flavonoidit që përmbajnë, kanë veti antioksiduese. Rregullojnë piksin e gjakut, ndaj ata që vuajnë nga hemofilia, këshillohen ta përdorin sa më shumë. Është e vlefshme dhe për diabetikët. Ul temperaturat e larta, ndihmon kundër infeksioneve të rrugëve urinare dhe kundra formimit të gurave në veshka. Rrënjët e saj kanë qenë përdorur në kohët e lashta për të krijuar pomadat që përdoreshin në raste djegjeje. Kalojmë në rubrikën kuriozitete ku sot do të flasim mbi buburrecat dhe fiziologjinë e tyre mahnitëse. Buburrecat që jetojnë pa kokë, fiziologjia e tyre. Buburrecat kanë një sistem nervor të shpërndar dhe një qarkullim të hapur të gjakut që i lejon ata të mbijetojnë për një periudhë të caktuar edhe pa kokë. Ja disa arsye pse kjo është e mundur. Sistemi nervor i shpërndar. Në vend që të kenë një tru qendror si njerëzit, buburrecat kanë ganglione, grupe qelizash nervore të shpërndara nëpër trupin e tyre. Këto ganglione kontrollojnë funksionet e ndryshme trupore, që do të thotë se edhe pas humbjes së kokës, pjesët e trupit të buburrecit mund të funksionojnë në mënyrë të pavarur për një kohë. Qarkullimi i hapur i gjakut. Buburrecat nuk kanë një gjaku si njerëzit. Në vend të kësaj, gjaku i tyre qarkullon lirshëm në një sistem të hapur. Kjo do të thotë se humbja e kokës nuk shkakton hemoragji të pakontrolluar që do të ishte fatale për kafshët me sistem qarkullues të mbyllur. Frymarrja përmes spiraklave. Buburrecat marrin frym përmes një sistemi të tubave të vegjël të quajtur spirakla, të cilat janë të shpërndara përgjatë trupit të tyre dhe nuk varen nga goja apo hunda. Kjo lejon që buburrecat të marrin oksigjen edhe pas humbjes së kokës. Pavarësisht se mund të mbijetojnë për një kohë të gjatë pa kokë, buburrecat në fund vdesin nga uria ose dehidratimi. Koka e buburrecit përmban pjesët për ushqyerje dhe pije, si dhe disa nga ganglionet që kontrollojnë këto funksione. Pa kokë, buburrecat nuk mund të ushqehen apo pinë dhe përfundimisht vdesin pas një periudhe prej një jave apo 2. Buburrecat kanë një aftësi të jashtëzakonshme për të mbrojtur trupin e tyre nga plagët dhe infeksionet. Prerja e kokës mund të krijojë një vulë natyrale që ndihmon në parandalimin e infeksioneve dhe ruajtjen e lëngjeve trupore për një periudhë të caktuar. Ato janë krijesat e jashtëzakonshme me aftësi mbijetese të pabesueshme.
Aftësia e tyre për të jetuar për disa javë pa kokë është një dëshmi e fuqisë së adaptimeve të tyre evolutive. Kjo aftësi i bën ata një nga insektet më të rezistueshme dhe të mbijetuara në tokë, duke kontribuar në suksesin e tyre si një nga grupet më të përhapura të insekteve. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të xhinxherit. Për mijëra vite, xhinxheri është përdorur në mjekësinë tradicionale si një ilaç dhe si një kurë mjaft e rëndësishme. Ai është përdorur gjithashtu për trajtimin e sëmundjeve të panjohura për shkak të efekteve të tij të fuqishme terapeutike dhe parandalimuese. Xhinxheri ka nivele të larta fitokimikate me efekte shëruese. Bima përmban kurmikin, disa antioksidantë të fuqishëm dhe unik. Rënja e xhinxherit ka minerale si kalcium, magnesium, sulfur, fosfor, potasium, hekur, bakër, mangan, vara votilae, vitamin B6, C, A, si dhe një sasi të vogël të acidit pantotenik, niacinës e të tjerë. Disa nga vetitë mjekësore të xhinxherit të njohura janë: është antiemetik, antifungal, antiinflamator, antiseptik, antiviral, antibakterial, stimulues i qarkullimit të gjakut, rrit fluksin e gjakut dhe relaksion enët e gjakut periferike. Xhinxheri është një ilaç ideal kundër infeksioneve, inflamacioneve, të injurave dhe ngërçeve, por përdoret dhe për qetësimin e kollës, forcimin e imunitetit, parandalimin e ftohjeve, gjithashtu përmirëson memorien. Në 100 gram xhinxher ka afërsisht 1.82 gram proteina, 0.75 gram yndyrë, 18 gram karbohidrate. Kjo bimë është një ilaç i shkëlqyer kundër dhimbjeve në stomak, dhimbjeve të dhëmbëve, gjithashtu përdoret dhe për sëmundjet e zemrës. Bima përshpejton metabolizmin, ndihmon punën e mëlçisë, pra përdoret dhe për heqjen e helmeve nga organizmi. Xhinxheri ul vlerat e kolesterolit në gjak, kolesterolit dhe nivelin e trigliceridëve, redukton arteriosklerozën dhe parandalon mpiksjen e gjakut, gjithashtu ul nivelin e sheqerit në gjak, ul presionin e gjakut dhe rregullon ritmin e zemrës, rrit imunitetin e organizmit, përdoret për të reduktuar inflamacionet, dhimbje nga osteoporoza dhe reumatizma. Ilaç për shtimin e oreksit, duke ngrënë xhinxher të freskët pak para se të konsumoni ushqimin tuaj, ju nxisni shtimin e oreksit. Xhinxheri vën në lëvizje lëngjet tuaja të tretjes dhe shton oreksin. Ndihmon në tretje. Xhinxheri përmirëson absorbimin dhe asimilimin e ushqyesve thelbësor dhe ndihmon në tretje. Ai gjithashtu ndihmon në shpërbërjen e proteinave në ushqimin tuaj. Ai mbron stomakun kundër ulçrave duke promovuar sekretimin e mukusit. Tani uftë të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 16 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Në zonat malore të verilindjes dhe juglindjes gjatorëve të pasdites, nuk përjashtohen rreshjet e izoluara dhe afatshkurtra shiu, ndërsa pjesa më e madhe e territorit do të mbetet pa rreshje. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë vendin, ndërsa pasditja vijon me mot të ngrohtë veror dhe kalime të lehta vranësirash në relievet malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 9 deri në 11 orë me diell, era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor, me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5, ndërsa perëndimi rreth orës 22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 18 deri në 32 gradë Celsius, Kukës 14 deri në 28 gradë Celsius, Peshkopi 14 deri në 28 gradë Celsius, Tiranë 18 deri në 31 gradë Celsius, Durrës 19 deri në 30 gradë Celsius, Kavaj 19 deri në 30 gradë Celsius,
Elbasan, 17 deri në 31 gradë Celsius. Berat, 18 deri në 32 gradë Celsius. Korç, 13 deri në 27 gradë Celsius. Vlorë, 19 deri në 29 gradë Celsius. Gjirokastër, 14 deri në 29 gradë Celsius. Sarand, 20 deri në 30 gradë Celsius. Tani ofte të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 16 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot pjesërisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Në disa zona gjatë mesditës dhe pasdites nuk përjashtohen rreshje të dobta dhe lokale, shiu kryesisht në relievet kodrinore malore. Paraditja do të ketë intervale me diell dhe vranësira kalimtare, ndërsa pasditja vijon me zhvillim vranësirash dhe mundësi për rreshje të izoluara afatshkurtra. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 28 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri i lartë rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 12 deri në 28 gradë Celsius. Podujev, 11 deri në 27 gradë Celsius. Skënderaj, 12 deri në 28 gradë Celsius. Pej, 12 deri në 27 gradë Celsius. Prishtinë, 11 deri në 28 gradë Celsius. Gjakov, 12 deri në 27 gradë Celsius. Malishev, 12 deri në 27 gradë Celsius. Gjilan, 11 deri në 27 gradë Celsius. Ferizaj, 11 deri në 27 gradë Celsius. Kaçanik, 11 deri në 26 gradë Celsius. Suharek, 12 deri në 27 gradë Celsius. Prizren, 12 deri në 27 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin e ditës së sotme. Bashkë të rishimi sërish nesër në po të njëjtën orë. Për më tepër ju ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion. Mos harroni që ashtu të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rrjetet e fundit vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.